Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëploti. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës tonë Ti pyet, Kurani përgjigjet. Për sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme në shoqëri, e cila është vjedhja. Padyshim që kjo vepër është mëkat i rëndë dhe i dënueshëm për shkak të dëmeve të mëdha që shkakton në shoqëri. Vjedhja shkatron besimin mes njerëzve, prish sigurinë dhe sjell padrejtësi në shoqëri. Kurani i shenjtë, fjala e Allahut, i cili ka ardhur për të pastruar, për të edukuar njeriu, e shikon vjedhjen si një krim të madh dhe një shkelje të hapur të shenjtërisë, së pasurisë dhe të pronës së njerëzve. Për këtë arsye, Kurani ka përcaktuar për vjedhjen një gjykim të rreptë në këtë botë, po ashtu për vjedhsin dhe vjedhsen, apo hajdutin dhe hajduten, ka ndëshkim të rëndë në jetën tjetër nëse nuk pendohen. Për vjedhjen, Kurani na flet qartë në ajetet 38 dhe 39 të surës Maide, në të cilët Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah, wallahu azizun hakim. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Që do të thot, vjedhësit dhe vjedhëset, për hajdutit dhe hajdutes, u apritni duar si ndëshkim për atë që kanë bërë dhe si dënim nga ana e Allahut. Allahu është i plotfuqishëm dhe i urtë, ndërsa ati që pendohet për padrejtësinë e tij, pra pas padrejtësisë që ka bërë dhe përmirësohet, Allahu ja pranon pendimin, sepse ai është vërtet falës dhe mëshirëplot. Ajeti 38, pra i surës Maide, tregon qartë se vjedhja është krim i rëndë. Ajo ka dënim të përcaktuar në legjislacionin islam, qëllimi i të cilit pra është mbrojtja e shoqërisë. Kurani i shenjtë gjithmonë e lidh dënimin me drejtësinë dhe kushtet e saj, jo me nxitimin apo me padrejtësinë. Ligjet islame pra synojnë drejtësinë, nuk synojnë padrejtësinë. Ligjet islame bazohen tek drejtësia dhe jo tek padrejtësia. Si të shihet në fillim të ajetit 38, Kurani ka vendosur një dënim të fortë për krimin e vjedhjes, që është prerja e dorës së vjedhësit apo vjedhëse, pra hajdutit apo hajdutes. Dhe thot, vjedhësi dhe vjedhësja pritni duart e tyre si shpërblim për atë që
kanë fituar si ndëshkim nga Allahu. Allahu është i plotfuqishëm dhe i urtë. Prerja e dorës është ndëshkim pra i frikshëm dhe paralajmërues nga Allahu. Qëllimi i këtij ndëshkimi është mbrojtja e shoqërisë dhe e pasurisë së individëve të saj, si dhe kufizimi i përhapjes së këtij krimi, pra krimi të vjedhjes. Po ashtu, ky ndëshkim nxjerr në pa urtësinë e ligjeve të Allahut për ruajtjen e të drejtave të njerëzve. Ligjet e Allahut fuqiplot për ndëshkimet kanë qëllim pra ruajtjen e sistemit shoqëror, jo hakmarrjen. Edhe prerja e dorës nuk është akt hakmarrjeje, por është masa më e fundit juridike për mbrojtjen e pasurisë publike. Islami nuk e zbaton këtë dënim në mënyrë të menjëhershme apo të lehtë. Prerja e dorës nuk është një ligj pa kushte, dhe kushtet e zbatimit janë shumë strikte dhe kërkojnë drejtësi maksimale gjyqësore. Për prerjen e dorës së vjedhësit apo vjedhësët, juristët islam shpjegojnë se duhet të plotësohen disa kushte, si vlera e mallit të vjedhur të jetë e konsiderueshme, të jetë marrë pra nga një vend i sigurt, të mos jetë bërë pra vjedhja, të mos jetë bërë nga uria apo nga një detyrim ekstrem, dhe të ketë prova të qarta ligjore. Pra Islami nuk është i ashpër në mënyrë të verbër, por i drejtë dhe i balancuar. Në librat e jurisprudencës është një kapitull i veçantë që flet për përvjedhjen, rregullat, ligjet e saj. Dhe detajet e kësaj çështjeje janë të sqaruara në librat e jurisprudencës. Thjesht po themi se çfarë thot Kurani për çështjen e vjedhjes. Kurani e ka cilësuar vjedhjen si padrejtësi, ku thot kush pendohet pas padrejtësisë së tij. Dhe kjo tregon se vjedhja është shkelje të drejtave të tjerëve dhe është akt zullumi, padrejtësie që meriton ndëshkim, është haku i tjetër. Të dashur vëllezër dhe motra, me gjithë ashpërsinë e dënimit të vjedhjes, Kurani hap derën e pendimit dhe të faljes për atë që vjedh e më pas pendohet dhe përmirëson gjendjen e tij. Pas ajetit 38 të surës Përmajde, në të cilin përmendet dënimi i vjedhësit dhe i vjedhësës, Allahu i madhruar thot me një herë në ajetin 39, kush pendohet pas padrejtësisë së tij dhe përmirësohet, Allahu e pranon pendimin e tij. Me të vërtetë, Allahu është falës dhe mëshirues. Kjo do të thotë se kush vjedh dhe pastaj pendohet sinqerisht, i kthen të drejtat e njerëzit atyre për i ka vjedhur dhe përmirëson sjelljen e tij, Allahu ja pranon pendimin. Mirpo, juristët islam thonë se pendimi nuk e shfuqizon gjithmonë pasojën juridike, sidomos nëse krimi është provuar dhe ka dëmtuar të tjerët. Kjo tregon ndarjen e qartë mes pendimit shpirtëror dhe ligjit shoqëror. Pra gjithsecili merr atë që meriton. Gjithsecili dëshkohet për atë që ka bërë. Ca lloje vjedhjesh kemi? Sipas Kuranit. Në ajetin 188 të surës Bekare, Allahu i madhruar thot: mos e hani pasurinë e njëri tjetrit padrejtësisht dhe mos e çoni atë te gjykatësit për ta marrë me mashtrim.
Nga ky ajet kuptojmë se vjedhja nuk është vetëm marrja me dorë. Pra të fusësh dorën në xhepin e tjetrit. Kjo fatkeqësisht është një fenomen i përhapur në mesin e shoqërisë. Ke frikë të hipësh nëpër ato buza, sepse gjenden shumë hajdut në të. Por vjedhja është edhe mashtrimi në biznes, është edhe ryshveti për të bërë një punë të paligjshme, si dhe përvetësimi i padrejtë i pasurisë. Të gjitha këto janë të përhapura sot fatkeqësisht. Qoftë armashtrimi në biznes, qoftë edhe ryshvetet, po ashtu edhe përvetësimi i padrejtë i pasurisë së tjetrit. Si e zgjidh Kurani problemin e vjedhjes? Kurani nuk e trajton vjedhjen vetëm me dënim, por e trajton edhe me një sistem të plotë që përmban e para besimin në Allahun. Kur njeriu beson në Zot e ka frikë nga Zoti, nuk i afrohet haramit, nuk i afrohet vjedhjes, nuk e mendon vjedhjen. Së dyti, përmban drejtësinë shoqërore. Islami kërkon që të mos ketë varfëri ekstreme që shtyn njerëzit në krim. Dhe për këtë pra, Islami ka vendosur pra zakati, është khumsi, apo edhe pamirësitë e ndryshme, me qëllim që mos ketë pra varfëri ekstreme në mesin e shoqërisë, gjë e cila i shtyn pra njerëzit në atë veprën mëkatare të vjedhjes. Së treti, përmban sigurinë e pronës, sistemi që e trajton pra sistemi islam për trajtimin pra e vjedhjes. Ai përmban edhe sigurinë e pronës. Pasuria e njerëzve sipas islamit është e shenjtë dhe nuk lejohet të uzurpohet, të vidhet apo të dëmtohet. Dhe së katërti, sistemi pra islam për trajtimin e çështjes së vjedhjes përmban edhe edukimin moral. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, nuk është besimtar ai që vjedh. As edhe një herë. Sikur njerëzit të besonin, sikur njerëzit të ishin të devotshëm ndaj krijuesit, sikur njerëzit të friksoheshin Allahut fuqiplot, nuk do të shikonin të këqijat e përhapura mes në shoqërisë. Nuk do të shikonin vjedhjen e përhapur në mesin e shoqërisë me metoda të ndryshme. Të dashur vëllezër dhe motra, vjedhja pra në islam nuk është një çështje e thjeshtë, por një krim që prek drejtësinë, prek sigurinë dhe besimin mes njerëzve. Por në të njëjtën kohë, Islami është fe e drejtësisë, e mëshirës dhe e përmirësimit. Gjithmonë Islami na fton në mirësi, na fton që çdo gjë ta fitojmë me djeshtën e ballit. Islami fton në punë, në përpjekje, në sakrificë. Prandaj Kurani na mëson jo vetëm të ndëshkojmë krimin, por ta parandalojmë atë që në rajin, me qëllim që të mos përhapet. Të dashur vëllezër dhe motra, Kurani është vërtet shërues, sepse shëron të gjitha sëmundjet e zemrës të shpirtit. Kurani na udhëzon që gjithmonë të bëjmë vepra të mira, të largohemi nga të këqijat. Dhe Kurani na udhëzon
në atë që është më e mira, më e drejta, më e përkryera. Prandaj, dhe të kapemi pas Kuranit, ta lexojmë Kuranin, sepse, siç thot Allahu, Kurani është qarues për gjithçka. Është edukues, është pastrues, është udhëzues dhe udhërrëfyes. Allahu na ruaj nga harami, na pastrof zemrat dhe na bëf për atyre që jetojnë me halal dhe drejtësi e mirësi në këtë jetë. Allahu ju ruaj, ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.